Mirdita, si jeni sot? A jeni mirë? Doja që të bëja një përmbledhje të situatës së bashku me ju dhe do të dëshira një komentin tuaj. Ore, çfarë po ndodh me botën? Nuk e di e keni vënë në re apo jo, por duket sikur është një anije që po ikën në det hapur. Pse po e them këtë? Sepse trazira nga të gjithanët, probleme nga të gjithanët, duke filluar që nga Shqipëria dhe deri ku të doni ju dhe në cep të botës. Pse gjithë këto probleme? Shikoni, nëse do bëjmë një llogari të gjithës, çdo vend ka probleme, po shtojnë, sepse ka patur gjithmonë probleme, por po shtojnë gjithmonë më shumë. Nuk është më e drejta e fjalës, ose dikush e ka të drejtën e fjalës, dikush jo. Makinat që nuk do të ekzistojnë më, sepse nëse e vut re, doli lajmi që tani definitivisht që në vitin 2035 nuk do të ketë më makina diesel dhe benzin, pra me motora po flasë, motora me djegje të brendshme me fjalë diesel dhe benzin. Dhe pyetja është si do ta zgjidhin? Sepse mungojnë pak vite, juve duke sikur kushtet sa vite janë. Shiko, 35-a erdhi. Ne jemi në 2025, për 10 vjet, do thotë njëri nga ajo do ndryshojnë shumë gjëra, po ne nuk kemi. Makinat elektrike nuk funksionojnë. Shumë prej tyre kanë probleme të rënda. Kina e ka zgjidhur sepse ato makinat elektrike që ka zgjidhur ajo, ti mund të shkëmbesh baterinë, pra të shkëmbesh baterinë tënde të shkarkuar me bateri tjetër. Po makinat e tjera ti nuk mund të rish 2 orë aty, shkon në një distributor dhe të rish 2 orë të presësh derisa të karikohet bateria. Është e pamundur. Pra si do ta zgjidhin? Tjetra, Amerika nga ana tjetër është tërhequr nga politika e botës. Po të shikoni edhe Donald Trump, ai nuk do t'ja di fare për politikët e jashtme, po përqendrohet në vendin e tij, sepse kërkon që të mbledh Amerikat. Pra, jo vetëm që të bëj Amerikën e fortë, por të mbledh edhe Amerikat. Tani pyetja është çfarë po ndodh? Sepse nuk është vetëm në Amerikë, sepse edhe ajo lufta që po bën ose trysnia që po bën me Venezuelën është e rëndësishme. Ndokush ndoshta nuk e ka kuptuar, por tani punët janë vërtet shumë delikate. Po thunë të gjithë botën. Pastaj shikoni edhe nga ana tjetër, kemi edhe Evropën. Evropa bën ç'është e mundur që të marri nga ana tjetër të marri Ukrainën, sepse të zgjerohet dhe të jetë sa më e madhe Evropa, sepse nuk ka shans që të bind, le të themi, Putin. Dhe nga ana tjetër kemi Izraeli që po lufton dhe po kërkon të marrë pothuajse gjithë Palestinën. Dhe Turqia nga ana tjetër e mban me dhëm gjithë këtë situatë tepër të ndërlikuar. Pra çfarë po ndodh? Bile do t'ju them, po t'i shikoni edhe në Shqipëri ka probleme të mëdha. Edhe në Shqipëria ndoshta ka një listë gjatë të problemeve. Unë them që është momenti që mund të futet në Bashkimin Evropian. Mirë, po ka disa pika të rëndësishme që nuk i përmbush Shqipëria. Dhe pyetja është çfarë do të ndodh më vonë. Dhe tani duhet të dim që se erdhën njerëz këtej dhe mendova se isha shkurtër. Dhe po thosha, si do të veprojmë në vijim? Pra kur do të futet Shqipëria në Bashkimin Evropian dhe kush janë kushtet që nuk përmbush? Se që e mori, ti kërkon që të futet Ukraina, kur Ukraina është nga vendet, le të themi, më të dobta me kushtet që ti ke vënë, që ti ke vendosur. Dhe të insistosh që të futet Ukraina, kur ke Shqipërinë, aty Kosovën, Maqedoninë, Malnezi, pra që të futen definitivisht, po flas, është më e rëndësishme. Megjithatë, është nën kontroll Ballkani, normal, por do të ishte thelbësore, për mendimin tim. Megjithatë, do dëshira një komentin tuaj. Megjithatë, tjetra është, nuk është vetëm kjo, sepse ka problem pafund. Po ta shikoni, edhe dikush thot po vinë alienët, disa thonë që janë këtu. Ka lëvizje të forta, jo vetëm politike, por edhe shoqërore. Ka probleme të mëdha me paran, pra paraja kesh, që së shpejti do të zhduket paraja kesh. Shiko, po ta shikoni nga larg, të gjithë situatën është vërtet shumë delikate. Është komplekse, shumë komplekse, por është delikate. Delikate sepse duket sikur ne po përgatitemi për diçka të madhe, por nuk jemi gati. Pra po përgatitet bota për diçka gjigande, por nuk jemi gati. Për shembull, Shqipëria bëri cashless,
okay? Që duke filluar nga viti 2026 do ulet më shumë lëvizja e parave kesh, për të lëvizur para me, si e tham, me online, okay? Pra digitale, në mënyrë të digitalizuar, nuk më vinte. Dhe si do t'ja bëjnë pleqt, si do t'ja bëjnë të moshuarit, pra pjesa dërmuese, sepse në qoftë se ti do t'a bësh këtë brenda vitit 2030, okay? Ti që sot ke probleme, disa njerëz nuk kanë telefona, të tjerë nuk dinë si të lëvizin telefon, ka të moshuar që nuk e kanë iden fare, disa do thonë, po mirë, do mësoj, po, dakor, do mësoj, po nuk ka, koha është e shkurtër, sepse këtu është problemi. Dhe unë nuk po flas vetëm për Shqipërinë, këtu po flas për gjithë botën. Pra është një situatë vërtet shumë komplekse, por edhe delikate. Dhe unë doja që ta diskutoja sepse po ta shikosh nga larg, është vërtet një periudhë sikur ne jemi në një anije pa kapiten. Një anije që po lundron në det hapur dhe me tajfune, me probleme, me çfarë të doni ju. Shiko, po t'i vini re, sot nuk ke as të drejtën e fjalës, disa e kanë, disa nuk e kanë. Vurare për shembull edhe në Shqipëri kishin bërë një grev, disa grevistë aty, ata i hoqën dhe këta grevistët e rinj të PD-s i lanë. Dhe tani unë nuk i di, sepse nuk dua të futem në politikë, por këto gjëra ndodhin edhe në vende të tjera. Ndodhin në Itali, ndodhin në Evropë, ndodhin në botë. Dhe unë doja që ta diskutoja me ju sepse ka një listë pafund. Po ta shikoni, ka një listë pafund të problemeve të kësaj kohe. Disa do thonë, po mirë, probleme kemi patur edhe atere, me fjalë kur ishim në atë kohën e monizmit. Dakord. Por po ta shikoni tani, nuk është më si dikur, ato probleme që ishin atere dukeshin të zgjidhshme. Si dukeshin të zgjidhshme? Ndonse nuk kishte para, ndonse nuk kishte asgjë, sidoqoftë, ti në fundit e kishe jeta duke je sigurt. Është kështu apo jo? Po ta shikoni, në atë kohë, nuk e di kush e ka përjetuar, unë e kam përjetuar në atë kohë. Jeta atere ishte e sigurt. Unë isha i sigurt në jetë. Edhe sikur thosha unë të bëj diçka, për shembull, të më fusin brenda se të vjet diçka. Por unë thosha që e kam të sigurt jetën. Kurse sot jo, ti del nga shtëpia dhe çdo gjë e ke të pasigurt. Të pasigurt punën, të pasigurt familjen, të pasigurt shtëpinë, të pasigurt asgjë, makinën, çdo gjë. Dhe kjo pasiguri tremb shumë. Ndoshta është kjo arsye që nuk duan të shprehen publikisht që çfarë po ndodh, sepse mund të them që nëse ka një bari që lëviz çdo gjë ose një grup i madh që lëviz çdo gjë, padyshim ata e din shumë mirë se ku do arrin. Tani unë kam një ide, por doja që ta diskutoja me ju, sepse e përsëris edhe një herë, duket sikur jemi duhet ikim punë. Duke sikur jemi në një periudhë tranzacioni, quhet kështu në shqip, dhe kjo periudhë shënon një si mund të quhet, një kaos që të pashoq, sepse po ta shikoni në çdo cep të jetës edhe brenda familjes, nuk ekziston më familja, sepse e kanë bërë në një formë, e kanë shtyr familjen në me fjalë të gjithë situatën në një formë që ti nuk ke lirin brenda familjes, ose ke probleme brenda familjes. Probleme të gjithash, nuk po flas për vete, po flas për të gjithë. Pra, po ta shikoni, fëmia nuk është yti, troalli nuk është yti, shtëpia nuk është jotja, fjala nuk është jotja, nuk është asgjë jotja. Dhe ndaj po them që duket sikur po ta shikosh, e përsëris edhe një, më falni që e përsëris, por është vërtet kështu. Po ta shikosh nga larg, duket një situatë shumë drastike, ku asgjë s'është jotja dhe çdo gjë mbetet në ajër. E ndoshta është ky problemi kryesor që njeriu në këtë periudhë kur janë gjithë këto probleme, ka frikë se mos ndodh diçka e madhe. Dhe ndoshta është ky arsye që nuk e thon. Ndaj doja thash ta diskutoj me ju. Ju çfarë mendimi keni? Si çfarë më falni, por doja që të shtoni dhe ju. Çfarë nuk shtova dhe çfarë duhet hequr? Më thoni ju. Ta diskutojmë së bashku, diskutimet e përbashkëta në radhë parë na informojnë. Dhe tjetëra do të dim se si do sillemi nëse nesër do ndodh diçka. Pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbar, punë të mbar, ju përqafoj. Kaloshi bukur.